Do të lexojmë me hirin e Zotit nga libri i gjyqtarëve, kapitulli 13. Nga fillimi i kapitullit 13 tek gjyqtarët. Bitë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit, dhe Zoti i dha në duart të filistejve për 40 vjet. Ishte një njeri nga Corahu, prej familjes së Danitëve, që quhej Manoah. Gruaja e tij ishte shterb dhe nuk kishte fëmijë. Engjëlli i Zotit ju shfaq kësaj gruaje dhe i tha: Ja, ti je një shterb dhe nuk ke fëmijë, por ke për të mbetur me barë dhe do të pjellësh një fëmijë. Prandaj ruhu se pi verë, a pi jedese dhe mos ha asnjë gjë të papastër, sepse ti do të mbetesh me barë dhe do të pjellësh një djalë, mbi kokën e të cilit nuk do të kaloj brisku, sepse fëmia do të jetë një nazireas kushtuar Perëndis, që në barkun e nënës së tij. Ai do të filloj ta çliroj Izraelin nga duart e filistejve. Atëherë gruaja shkoi të thot bashkëshortit të saj: Një njeri i Perëndis erdhi tek unë, pamja e tij ishte si ajo e engjëllit të Perëndis, me të vërtetë e frikshme. Unë nuk e pyeta se nga vinte dhe ai nuk më tha emrin e tij, por më tha: Ja, ti do të mbetesh me barë dhe do të pjellësh një djalë, prandaj tani mos pi verë, as pi desë dhe mos ha asnjë gjë të papastër, sepse fëmia do të jetë në Nazireo i kushtuar Perëndis që në barkun e nënës së tij deri në ditën e vdekjes së tij. Atëherë Manoahu ju lut me të madhe Zotit dhe i tha: O Zot, të lutem që njeriu i Perëndis i dërguar prej teje të kthehet përsëri pranë nesh dhe të na mësojë se çfarë duhet të bëjmë me fëmijën që ka për të lindur. Perëndia e dëgjoi zërin e Manoahut dhe engjëlli i Perëndis u kthye përsëri te gruaja ndërsa ajo ndodhej në Ar, por burri i saj Manoah nuk ishte me te. Dhe gruaja me të shpejt shkoi të informoi bashkëshortin e saj dhe i tha: Ja, mu shfaq ai burr që erdhi tek unë pardje. Atëherë Manoahu u grit dhe ndoqi gruan e tij, dhe kur arritën tek ai njeri i tha: Ti je ai njeri që i foli kësaj gruaje? Ai u përgjigj: Jam unë. Por Manoahu tha: Kur të realizohet fjala jote, cili duhet të jetë stili i jetës së djalit dhe ç'duhet të bëj? Engjëlli i Zotit ju përgjigj Manoahut: Gruaja duhet të ketë kujdes për të gjitha ato që i thash, të mos haj asnjë nga prodhimet e rrushit, të mos pi verë as të pi dese dhe të mos haj asgjë të papastër, të ketë parasysh të gjitha porositë që i kam urdhëruar. Atëherë Manoahu i tha engjëllit të Zotit: Na lejo të mbajmë dhe të përgatisim një kec. Engjëlli i Zotit ju përgjigj Manoahut me këtë fjalë: Edhe sikur të më mbash, nuk do të ha ushqimin tënd, por në rast se ti dëshiron të bësh një holokaust, ofroja Zotit. Manoahu nuk e dinte se ai ishte engjëlli i Zotit. Pastaj Manoahu i tha engjëllit të Zotit: Cili është emri që të realizohet fjalët e tua, ne të kemi mundësi të nderojmë. Engjëlli i Zotit ju përgjigj: Pse vallë kërkon të mësosh emrin tim? Ai është i mrekullueshëm. Kështu Manoahu mori kecin dhe blatimin e ushqimit dhe ja ofroi Zotit mbi gurin. Atëherë engjëlli bëri një mrekulli, ndërsa Manoahu dhe shoqja e shikonin. Ashtu si flaka ngjitej nga altari në qiell, engjëlli i Zotit u ngjit me flakën e altarit. Duke parë këtë, Manoahu bashkë me gruan e tij ranë përmbys për tokë. Engjëlli i Zotit nuk ju shfaq me as Manoahut as bashkëshortes të tij. Atëherë Manoahu kuptoi se ai ishte engjëlli i Zotit. Manoahu i tha bashkëshortes së tij: Me siguri do të vdesim sepse pam Perëndin. Por e shoqja i tha: Po të kishte dashur me të vërtet vdekjen tonë, Zoti nuk do të kishte pranuar nga duart tona holokaustin dhe platimin e ushqimit, as do të na kishte treguar këto gjëra, dhe tani nuk do të bënte që të dëgjonin gjëra si këto. Pastaj gruaja lindi një djalë të cilit i vuri emrin Sanson. Fëmia u rrit dhe Zoti e bekoi. Fryma e Zotit filloi të lëvizë mbi të në kampin e Danit, midis Corahut dhe Eshtaolit. Lexova pak më tepër se sa e kam zakon, por ka rëndësi, më pëlqen se pash kur e lexova qëndrimin e këtyre dy njerëzve. Çështja këtu është shumë e thjeshtë. Është stani me baktitë e tyre, një familje pra që i kanë këto dy njerëz që jetojnë në thjeshtësi të plotë. Më bëri shumë përshtypje kur e lexova se të gjitha veprat e mëdhaja që vazhdon Perëndia të bëjë me njerëz të tillë, do më thënë, ku të kishte një vegim të tillë këto njerëz, ato gjëra të cilat Perëndia kishte përgatitur për këta të dy. Gruaja ishte shterp.
Do më thënë, vazhdimi i jetës tonë është i vetëm. Kush nga ne të dy të vdes i pari, Manoahu, gruaja e tij, apo gruaja e tij e para dhe pastaj Manoahu? Diskutimet në darkë që diskutonin do të ishin gjithnjë për kafshët që kishin dhe për qumshtin nëse ishte në rregull apo jo. Do të kalonte ndonjë kalimtar, mbase po ose mbase edhe jo. Pra, në zero të plot, përsa ju përket gjerave të Perëndisë. Është e mrekullueshme që të zgjedh Perëndia zemra të tilla që të vazhdoj të bëjnë një vepër. E lexova që të shohim se si sillen këto njerëz përpara Perëndisë dhe me njëri tjetrin. I shef Perëndia, Izraeli ka bërë të keqen në sytë e Zotit, Zoti don të ndërhyjë dhe kështu shkon dhe zgjedh Manoahun bashkë me gruan e tij. Nuk do ta lexoj me këtë, por ka rëndësi. Gruaja shterp dhe këtu shfaqet përpara saj një angel nga askund, u shfaq pa pritur. Dhe çfarë i thot? I thot: ja, tani je shterp dhe nuk ke fëmijë. Kjo është e ditur për te, por ti do të ngjizësh, do të lindësh një djalë, ndash besoje, ndash që e beson, ose edhe po të mos e besosh. Dhe kështu vazhdon ti tregoj udhëzime të përcaktuara se çfarë duhet të bënte. Çfarë i thot pra? Ki kujdes, i thot, të mos pish verë as pije dese dhe të mos hak gjë të papastër. 3 porosi, 3 urdhra i dha. Jo pije dese, jo verë dhe as gjë të papastër të mos hyjë në gojen tënde. Pra, para përgatit vendin Perëndia që të vijë ajo që ka përgatitur Zoti të bëj. Sepse do të ngjizësh, do të lindësh një djalë dhe brisku nuk do të kalojë në kokën e tij, sepse fëmia do të quhet Nazireus, i përkushtuar që nga barku i nënës. Dhe që të jetë Samsoni, që të lind i pastër dhe i përkushtuar, duhet që gjithë vendi të jetë i pastër. I bëri kjo grua këto, pa tjetër që i bëri këto porosi. Dhe ai thot do të vazhdoj të çliroj popullin e Izraelit nga duart e filistejve. Pra një shpërthim ky. Ma çfarë thua tani? Unë jam shterp. Nuk flet nëse janë në moshë të kaluar apo çfarë moshit kanë, por thot unë jam shterm dhe Manoahu të vetmin gjë që presim me të është të shkojnë mirë kafshët që kemi, të nxjerrim nga ato atë që do të nxjerrim dhe të jetojmë në paqe. Por këtë e ndryshon Perëndia. Në asnjë lloj rastit, vepra e Perëndisë nuk do të vazhdojë me ato që din, me ato që di apo që dinim. Domethënë, kur të vazhdojë Perëndia veprën, vazhdon duke i ndryshuar nga themeli. Domethënë, me zbulesat të cilat janë të pakuptueshme, që të zbresin në zemrën e njeriut. Nuk bëhet. Shterp jam, të vetëm jemi këtu ku jemi, asgjë nuk kemi, dhe djali që do të bëjun shterpa më thua se do të çliroj popullin e Izraelit. E beson? Nuk e di, por çfarë bëri ajo grua? Dhe ajo grua thot shkoi, gjeti burrin e saj dhe i thot Manoah: ja sillni tani në mendjen tuaj këtë takim që kishin burri dhe gruaja. Manoahu i lodhur nga punët çfarë të bënte, i djersitur dhe i thot ja erdhi njeriu i Perëndisë. Dhe çfarë më tha? Ja mendo, çfarë të tha më grua? Çfarë më tha? Më tha se do të mbetem shtatzën dhe ai do të çliroj popullin e Izraelit. Perëndia do të sjellë mesazhe nga qielli. Por ne këto mesazhe do t'i pranojmë? Perëndia flet me frymën e shenjtë. Ne e pranojmë? Mund të kuptojmë me besim të thjesht, jo të futem në planin e Perëndisë, por me besim të thjesht
të kuptoj ato që më thot Perëndia, se do t'i bëj Perëndia i plotfuqishëm dhe jo unë, por unë thjesht do të jem në mes. Nuk don Perëndia që të thot Manoahu të futet në mendime të ndryshme se si do të bëhet, madje je shtatzën, je shtep, domethënë si do ta bëhet fëmia? Jo. Por donte zemrën e Manoahut ashtu sikurse zemrën tonë. E dëgjon gruan e tij, e dëgjon Manoahu. Dhe mundësisht i thot, erdhi ai engjulli i Perëndis, ishte i mrekullueshëm paraqitja e tij dhe nuk e pyet thot gruaja se si kishte emrin dhe se nga erdhi dhe nga është. Dhe ai më tha se do të mbetesh shtatzën, të mos pish pjedese dhe të mos kalosh briskun në kokën e tij. Dhe Manoahu uroi që të kuptojnë vëllezër mesazhin sot. Manoahu nuk i tha, u je çmendur o grua, hajde na lë rahat tani. Ke mbetur vetëm tani ti, ke pirë edhe ndonjë verë atje, çfarë bëre atje në shtëpi? Mos vall tërhoç ndonjë pikë. Jo, nuk tha ashtu. Por çfarë i tha Manoahu? Asgjë. Atëherë ju lut Manoahu Zotit dhe tha, o Zot të lutem, është një tani me gruan e tij, kanë të njëjtën dëshirë, e duhen njëri me tjetrin, e respekton si person, respektojnë njëri tjetrin dhe shkon tek Perëndia dhe i thot, të lutem o Zot Perëndi, të kthehet njeriu i Perëndis dhe të na mësoj, shikoni vëllezër çfarë kërkon Manoahu. Ma çfarë burrit është ky? Sa bukur që qëndron përpara këtij mesazhi që i sjelli e shoqja. I mrekullueshëm, ashtu sikurse don Perëndia të jetë. Ndërsa ajo pra ishte në ara. Çfarë do të bëjmë tani me fëmijën? Nuk dim se si të lindë. Çfarë do të bëjmë me fëmijën që do të na japësh? Dhe ç'është kjo peshë që na vën tani, Fëmia do të jetë nazirez, do të çlirojë Izraelin. Dhe mundësisht e dëgjoj Perëndia Manoahun. Shpeshherë mendoj se jam i zgjuar me gjërat e Perëndis. Dhe jam bërë me Perëndin sikur jemi shok. Dhe mendoj se kur të shkoj në lutje do të vijë Zoti dhe të më thotë, po mirë se erdhe, sikur të më ketë borxh Perëndia, Vëllezër dhe motra, Perëndia parulet me të vërtet tek parulja e njeriut. Nuk i solli asnjë kundërshtim Perëndia ndaj Manoahut për ato që Manoahu i kërkoi. E pranoi Manoahu ato që i tha gruaja e tij si një mesazh nga qielli dhe Perëndia vjen dhe i përgjigjet. Perëndia dëgjoi zërin e Manoahut, thot tek paragrafi 9, dhe engjulli i Perëndisë u kthye përsëri tek gruaja, ndërsa ajo ndodhej në ar, por burri i saj nuk ishte me te. Shkon Manoahu, ndoqi gruan e tij, tek gruaja shkoi engjulli dhe shkoi tek ai njeri dhe i thot, eja ta njohësh edhe ti. Thirri burrin e saj. Ti je ai burr që i fole gruas time? Dhe Manoahu tha, çfarë duhet të bëjmë me fëmijën që do të lindë? Dhe i shpjegon përsëri engjulli që gruaja jote duhet të ruhet nga ato që i thashë edhe përpara. Nuk ndryshon asgjë nga ato që i kishte thënë. Dhe Manoahu i tha engjullit, le të mbajmë, të lutemi dhe të përgatisim një kec që të hash me ne. Dhe engjulli i thot, jo thot, edhe po të më mbashun nuk do të ha nga buka jote, dhe nëse do ta bësh holokaust, ofroja Perëndis, sepse nuk e dinte Manoahu se ai ishte engjulli i Perëndis. Dhe Manoahu i tha engjullit të Zotit, cili është emri që të realizohet fjalët e tua, dhe më pëlqen edhe kjo dhe për të lexoj përsëri. Engjulli i Zotit ju përgjigj, pse vallë kërkon të mësosh emrin tim, ai është i mrekullueshëm. Dhe kështu mori kafshën Manoahu, e theri, e bëri flijim, dhe në momentin që u bën flijimi, bashkë me flakën u ngjit edhe engjulli i Zotit në qiell. Dhe Manoahu i tha bashortës së tij, vazhdoi dhe bën një lutje.
ranë përmbys për tokë dhe bën lutje. Të dy së bashkue, një frym, një zemër, një lutje të pëlqyer. Engjëlli i Zotit nuk u shfaq me as Manoahut as bashkëshortes së tij. Atëherë Manoahu e kuptoi se ishte engjëlli i Zotit dhe i tha: "Patjetër do të vdesim tani sepse pam Perëndis", tha Manoahu. Shiko tani, kjo ka rëndësi shumë, Sjell kërkesën time tek Perëndia. Dhe sa po sjelli kërkesën time pyes, a do ta bëj Perëndia kërkesën që i po jap? Ma çfarë thua? Do ta marrë kërkesën time Perëndia në qiell, të veproj, që të shoh si do të veproj? Ma çfarë thua o njeri? Është e mundur të shkoj në lutje me këtë mënyrë dhe Perëndia të mos marrë në dorë të tij kërkesën time? Është e mundur që kjo lutje që sjelli si një herë e këndshme përpara Perëndis të mos shoh Perëndia me kujdes mbi kërkesën time që të përgjigjet? Por ku? Në atë besim të thjeshtë dhe të mirë që kanë. Jo lutje të mëdhaja. Jo shumë fjalë. Jo që të tregojmë vetën tonë. E thot kaq bukur, fjala e Perëndis, vetë Zoti e thot. Kur thot, nëse ke diçka me vëllain tënd, shko dhe gjeje me te, pastaj eje, lëre dhuratën pa e bërë, pa ofruar. Kur thot shko dhe miqësohu me mikun tënd, e di çfarë do të thot? Që të zbutet zemra. Nuk mund të vi unë dhe të them vëlla, çfarë ke me mua? Diçka ke. Është mëkat, u a them me pushtet këtë, që të kem diçka dhe të mos e them. Është mëkat. Lidhi shpirtin tim. Kam diçka, thuaj, vëlla kam këtë dhe duhet që ta gjejmë muhabetin. Të miqësohemi. Kështu ecim së bashku për në qiell dhe Perëndia do të sjellë bekime. Dhe pse Perëndia nuk sjell akoma bekime? Sepse mbase nuk jemi mirë. Nuk mund të hyjë fryma e Perëndis, nuk flas për mëkat tani. Mëkatin personalisht gjithë secili për veten e tij e din. Por flas për marrëdhëniet mes vëllezërve. Shikoni një çift për shembull. Nuk din fjalën e Perëndis, nuk din asgjë, nuk janë të rilindur, nuk janë të pakzuar me frymë të shenjtë, por kanë një zemër që e prek Perëndin, që të dy. Aty kënaqet Perëndia. Aty do të veproj Perëndia. Aty do të japë kërkesat Perëndia. Dhe patjetër merr në vend pozicionin e duhur gruaja. Gruaja i tha Manoahut: "Ma çfarë thua o burr?" Është një si peshore kjo e mendimeve. Njeri letësohet Manoahu, trak e drejton e shoqja. Ma çfarë thua? Po të kishte dashur me të vërtet Perëndia vdekjen tonë, Zoti nuk do të kishte pranuar nga duart tona holokaustin dhe blatimin e ushqimit, as do të na kishte treguar këto gjëra. Dhe tani nuk do të bënte që të dëgjoheshin këto. Pyes. Shkoj 30 vjet më mbrapa. Isha në botën time para 30 vjetësh dhe Perëndia më thirri. Dhe më tregoi shkrimin, fjalën e tij, më rilindi. Kur them për mua, flas për të gjithë ne. Kështu bëri tek gjithë secili, personalisht. Më pakzoi me frymën e shenjtë, më dha dhuntit fëmërore dhe arri pas 30 vjetësh të mendoj nëse Perëndia më dëgjon apo jo. E papranueshme kjo. Nëse Perëndia bëhet shurdh, shurdhohet Perëndia nga që nuk jam unë ashtu sikur duhet të jem. Është një shpjegim që jep kjo gruaja e tij që nuk i thotë edhe emrin se si quhet. Po të donte Perëndia të shkonim në humbje, do të na thirrte vëllezër dhe motra. Ja mendojeni pak, sepse do të shohim më poshtë se çfarë bëhet. Ato dy njerëz ishin të pastër, për sa i përket thjeshtësisë të atyre që dëgjuan nga Perëndia.
do të na kishte thirrur Perëndia, unë do të them se nuk do të na kishte thirrur as pak, po t'ishte të shkonin në humbje. Por jo vetëm që na thirri, por edhe e duron tani Vasilin për 30 vjet me kaq sa bën dhe bën. E duron. Dhe pret se kur Vasili, Jorgo, Maqi, Taqi do të kthehen. Por sa të ekzistoje kjo periudhë kohore kështu, Perëndia nuk vepron. Dhe patjetër lindi, thot gruaja atë djalë dhe i vuri emrin Samson dhe Zoti e bekoi dhe filloi të lëviz në kampin e Danit, pra del Samsoni tani pra përpara, ato që i tha Perëndia ashtu bën dhe vazhdon të çmend Samsoni filistejnët. Zoti më tha, i pakrahasueshëm. Jetonte në botën e vet Samsoni, jetonte. Po ta shihni mënyra që lëviz për ne është skandaloze. Grua këndej, grua andej, bënte porralla me filistejt, por për të gjitha këto Perëndia e ngrinte kështu. Përse lëvizte me këtë mënyrë e lejonte Perëndia? Perëndia e din, i dha një forcë të muskujve të tij të pabesueshme dhe nuk mund të askush të kapej me te. Do me thënë, me një njeri vazhdoj të tregoj lavdinë e tij Perëndia, me një njeri. Dhe kështu vazhdoj dhe kuptoj. Nuk do forcën tonë Perëndia, nuk do të zgjuarit, nuk do të diturit, po të ketë lavdi Zotit, për nuk është kjo ajo që kërkohet. Të thjesht don Perëndia. Dhe tregon lavdinë e tij gjithmonë Perëndia në jetën tonë, kur të na çlirojë nga të gjitha të tjerat në mënyrë që të vijë në mënyrë të dukshme forca e tij. Dhe unë vetë së pari duhet të dëshmoj se ky veprim që u bën në jetën time nuk ishte nga forca ime, por nga vetë Perëndia. Amen, vëllezër dhe motra. Gjëra të qarta, Perëndia i bëri. Perëndia më rilindi, ai më pakzoi me frymën e shenjtë, Perëndia i bëri të gjitha në mua. Nuk kam unë timen asgjë. Dhe mundësisht që të mos mburret ndonjë zemër, sepse jemi edhe pak të çrregullt në mendimet që bëjmë dhe fryhet nganjëherë zemra. Më kujtohet një herë përpara se të besoj, dola jashtë shtëpisë, kisha një makinë të shpejtë, kisha dyqanin që shkonte mirë, kisha 2 motorcikleta, kisha persona në punë dhe them vetës time dhe ma tregon Perëndia, ma kujton shpesh herë. Them gangster, bukur ja ke dalur. Që atë moment vazhdoj të poshtja për mua. Mi mori të gjitha, as një lug nuk lejoj Perëndia të shes. Atëherë pra, as çfarë gangsterit jam, sa mirë ja ke dalur. Më falni se them kështu, por kështu i thash Zotit. Hiri i Perëndis ishte deri këtu ku arrite. Hiri i Perëndis. Hir i Perëndis ishte. Do t'i marr pra tani të gjitha, që të vish në vete, të ngresh syt lart, të therrasësh drejt meje dhe të vazhdoj të veproj në ty, ashtu sikur se u bë. Ju kujtohet jeta juaj apo jo? Nuk ishte nevoja që të ishim të varfër, dikush tjetër kishte dëshira dhe në zellet e tij i lidhur, dikush tjetër kishte çmendurinë e vet, kishte gratë, kishte bigjozin, andej, këndej, gjithë secili diçka kishim. Të gjithë diçka kishim. Dhe aty erdhi Perëndia dhe na gjeti. Na i mori të gjitha këto dhe mbaruam. Dhe tani përsëri thot Perëndia, je i pakrahasueshëm me të tjerët. Që të futem tani tek mesazhi. Bëri jetën e tij sikur e donte Samsoni, e bëri. Ishte i pakrahasueshëm për sa mund t'i ofronin filistejt. Gjyqtari i 13 nga të 15 që kaluan në Izrael dhe i dha dhe vend, do më thënë pozit Perëndia. Nuk u bashkua kur me filistejt, por
bëri një gabim të madh. U bashkua me zemrën e vet. Ja, këtu është pika kritike. Perëndia nuk interesohet nëse do të bashkohem me disa gjëra që do të më ofrojnë, sepse nëse do t'i pranoj unë apo jo varet nga këtu, nga kjo. Perëndia çfarë ka frikë? Ka frikë që të bashkohet zemra ime me ofertat të cilat nuk janë nga Perëndia. Kjo është e keqja. Dhe çfarë i hedh pranë ti? Do të doja ta shifjat Dalidan. Si ja arritja jo grua? Dëgjoni, e dini përse? Sepse e dashuroj. Do më thënë, zemra e ti vazhdoj të trokas ose të raf për diçka të kësaj bote. Plot me frymë të shenjtë ishte. Shikonte forcën e tij, shikonte forcën e Perëndis mbi vetët e tij. Tallej me filistejnët, ju vuri zjarr me dhelprat. Si i kapi ato dhelpra, Unë një mace nuk mundem të kapi. Jo vetëm që i kapi, por ju vuri dhe zjarr në bishtat e tyre. Ma çfarë bën në njëri? Këto nga ana njerëzore nuk bëhen. Ja kape një mace ti. Do të them unë se çfarë të bën. Për spital të bën një mace. Ma si kapi ai ato 300 dhelpra dhe i dërgoi nëpër arat e filistejve dhe ju vuri zjarrin. I shifte Samsoni këto gjëra se ishte Perëndia me te dhe i pëlqente. Dhe shijonte dhe kënaqej dhe Perëndia i shikonte këto gjëra. Derisa erdhi Dalida. E dashuroi, thot fjala e Perëndisë atë grua. Po çfarë gruaje do të ishte ajo? Si do të ishte ajo grua? Çfarë ëmbëlsire do të kishte ajo? Do të ishte petimez. Në këtë donte shkonte Samsoni. Me cilën grua të donte? Atëherë pra kishte diçka tjetër që i bëre atë klikun. Dhe mundësisht sekreti për flokët e tij ishte urdhër nga Perëndia që të mos e thoshte sekretin. Dhe mundësisht jo se ishin flokët forca e tij, por ishte urdhër i Perëndisë që duhet ta mbante këtë. Çfarë ti thoshte? Mos prej, thojnë te tu, do të bëj si një pul. Po, por kjo ishte beslidhja Perëndisë me Samsonin. Do ta mbash beslidhjen time? Dhe kështu vazhdon kjo grua, dua ta shohim pak sepse më pëlqen shumë. Është sikur të shoh një film. Ai i lodhur atje ka vrar 5000 filistejn vetëm dhe tani çlodhet. Vjen Dalida me aromat e veta, shikoni pra se si bashkohet, nuk ikim nga kuptimi. Më don të dua dhe vazhdon me lajkat e saja. Dhe më thuaj të lutem ku është forca jote. Dhe vazhdon në fillim me mban pak. I thot një herë se po të më lidhin me penjë të fortë, do të humbiste forca ime, dhe vinë ato, dhe dini cila është çështja e çmendur e kësaj çështjet. Sepse sa po i bënte ato që thoshte se është sekreti i forcës të tij, ajo thërriste filistejnët. Dhe i thoshte Samson, filistejt mbi ty. Dhe nuk ngrihej që ta bënte ta bënte në dru, domethënë ta rrifte. Për çfarë bënte? Më the ta them sekretin dhe thirrë filistejnët. Hik zhduku prej mejet. E shefni. Këtu u bashkua me këtë grua. Bëj pak shaka, por u bashkua kjo gjë. Më the gënjeshtra. Për këtë them se ajo grua ishte si petimeze ëmbël. Më talle, i thot. Eja, më thuaj tani të vërtetën. U talle me mua të parën herë. Dhe i thot për të dytën herë diçka tjetër. Samson, filistejt mbi ty. Shikoni çfarë bëhet, Vazhdon dhe bashkohet. Atë që i dha Perëndia ta ndaj me Dalidan. Kujdes vëlla dhe motër. Nuk luhet me këto gjëra. Pra mos e prano kurr. Mos thuaj mirë jam. Nuk je mirë, nuk jam mirë nëse vazhdon
mund të thuash Zot, më jep forcë të iku nga kjo gjendje. Dhe Perëndia do ta bëj. Nëse e mohoj atë, vazhdon Samsoni të merret me këtë gjë. Ma si t'ja mohojën kësaj këtë që më kërkon. Derisa kjo grua i flet zemrës time, si një burr, tani burr, jo lafe, ku me një nofull gomari vrau 1000 filistejn, dhe të jetë tani si një gjethe peme përpara erës së fuqishme, të furishme, si bie njeriu i Perëndis, kur largohet nga vullneti i Zotit. Të tretën herë, më thuaj, përsëri filistejt mbi te, deri ja dëgjoni se çfarë thot. Thot, eja të them diçka sepse po më tall gjithnjë. Unë të talli, po thot më talli, thot gruaja. Shiko Satani, i thot, si më thua se të dua ndërsa zemra jote nuk është me mua? Kush i thot kujt, ma 3 herë nuk i thirre filistejn të më kapin. Dhe tani më thua se zemra ime nuk është me ty, ku nuk të bëra copash në dru. Ja ejani tani dhe mendoni. Si mund të bjerë njeriu i Perëndis kur të bashkohet dhe të ike nga vullneti i Perëndis? Si mund të bjerë? Si 3 herë rjesht më ke tallur, nuk e besoj dot këtë. I thot se e ke tallur 3 herë, do më thënë dua të vras, nuk më thua sekretin tënd dhe tallesh me mua. Dhe dele dhe sipër. Kaq vërbim të madh ka pësuar Samsoni. Dhe nuk më tregove thot se ku fshehet forca jote e madhe. Tani këtu është kolona e fundit që do të bjerë poshtë Samsoni dhe do të mbaroj. Dëgjoni. Dhe nga që më ka mërzitur kaq shumë thot çdo ditë me fjalët e saj, kjo është ajo njerëzorja. Nga ku vazhdon ky bashkim i tij me te? Nëse po të vendosi një pikë këtu, është dëshira njerëzore. Nuk i prishte punë pasuritë e filistejvet, nuk i interesonte asgjë tjetër mbi faqet të dheut, por atë grua e donte dhe u gjinxua përpara saj. Çfarë don? Çfarë dua? Në atë që dua, të provohem sipas fjalës të Perëndis, nëse bashkohem me te apo mbaj pozicionin tim si biri i Perëndis. Me këtë bashkohem me zemrën time? Me kë u bashkua Samsoni? Me zemrën e tij, të cilën e fitoi Dalida. Nuk don bashkime të tilla Perëndia, nuk i don. Dhe ky bashkim im sjell vështirësi edhe tek ato që janë rreth e qarkmejet. Përse? Nuk përgjigjet Perëndia. Nuk vepron Perëndia. Sjellim si familje një kërkesë dhe nuk përgjigjet Perëndia, për shembull. Ose sjell një kërkesë kisha, nuk përgjigjet Perëndia sepse bashkohem me atë që nuk don Perëndia të bashkohem. Kjo është ajo njerëzorja. I vërbuar 1000%. Dhe shpirti i tij u mpak deri në vdekje, shpirti i Samsonit, me sa i thoshte e shoqja. Në qoftë se në fillim Perëndia ka një që t'i flas fëmijës përpara që të shkojë fëmia aty ku nuk duhet të shkojë, nga bashkimi që do të vijë të bashkohet me diçka tjetër, nëse njeriu i Perëndis nuk e kupton gjendjen që të bëjë mbrapsht, atëherë është në rënje. Përse? Sepse zemra i ngjitet kësaj teme, dhe aq sa ngjitet zemra asaj që don, kaq më shumë bashkohet edhe logjika me të. Dhe kur logjika vazhdon të shfaqsojë çështjen, atëherë vazhdoi të shkeli fjalën e Perëndis. Logjika dhe Perëndia nuk shkojnë bashkë. Besim dhe Perëndi po. Ose do të besoj në fjalën e shkruar në të gjitha sa shkruan, ose do të kem problem shumë serioz më vonë. Zgjedh.
Dhe sigurisht, çfarë bëri ai? I tregoi asaj gjithë të vërtetën dhe i tha se nuk është ngjitur brisk në kreun tim, sepse unë jam nazires i përkushtuar që nga barku i nënes. Nëse do të më rruash kokën, atëherë forca do të më ikë dhe do të jem si ndër një nga gjithë burrat e tjerë. Pra e din Samsoni se të gjitha ato që ka pas sekretit, në qoftë se nuk e ruan sekretin e tij, do t'i humbiste. Shoh se është një mesazh shumë serioz ky për ne dhe së pari për mua që them. Jo të bashkohem me të tjerët. Mos u bashko. Mos thuaj kur, i shkreti, e shkreta, e dua. Jo. Kur të bashkohesh me dikënd, atëherë do të vijë shkatërrimi. Kurse në vendin dhe në pozicionin e fjalës të Perëndis, aty vjen bekimi. Duke mbaruar, thot apostulli Paul tek Galatasit. Unë, thot, me Krishtin jam kryqëzuar. Rroj, por jo unë, por rron Krishtin në mua. Tani në fund, shoh disa pjesë të shkrimit që janë shpërthyese për mua. Nuk rroj unë tani më, thot apostulli Paul, por kush rron në mua? Krishti. Në qoftë se drejtohem nga Krishti, si është mundur që të kem atë njerëzoren? Do të shkoj në lutje, kam një temë, do të sjellij tek këmbët e Krishtit, do të lutem dhe do të pres që Perëndia të më përgjigjet. Ndaloj logjikën time, vullnetin tim, ato që mendoj unë, ndaloj të gjitha. Dhe them, Zot, unë sjelli këtë kërkesë përpara tejet, ti i rron në mua tani më. Ti drejtoj të gjitha. Dhe thot, sikur se unë rroj në mish, rroj në besimin e birit të Perëndis. Pra, sa të jem në këtë çadër, nuk bëj asgjë tjetër veç se të rroj në besimin e Perëndis, të birit të Perëndis. Ai që më deshi dhe e dorëzoi veten e tij për mua. Nuk e mohoj hirin e Perëndis, sepse Krishti vdiq për mua. Për cilin ligj? Ligjin e mendjes time. Unë mendoj, ti mendon, të gjithë mendojmë, nuk i don këto Perëndia. Besimi im në birin e Perëndis që kaq shumë më ka dashur. Ç'është ajo që më rëndon sot? Ç'është ajo në të cilën nuk më përgjigjet Zoti sot? Ja shif, mos je bashkuar me diçka tjetër. Të gjithë e dim se çfarë bëjmë. Dhe të gjithëve të na kontrollon Perëndia tani. Nëse jam bashkuar me diçka tjetër, prishe atë bashkim që ke. Pendohem, kthehem dhe Perëndia do të veproj. Uroj që Perëndia të na japë këtë thjeshtësi që kishte Manoahu dhe gruaja e tij. Uroj që të mund t'i pranonim gjërat e Perëndis, aq sa të habitshme që të na duken, t'i pranojmë me atë thjeshtësinë e Manoahut dhe të gruas të tij, dhe veçanërisht të Manoahut, sepse nuk i kishte parë angjëllin e Perëndis. Perëndia do ta bëjë dhe do ta bëjë në mënyrë të fuqishme, por ne ku do të jemi? Amen.